Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria në Shkup parashikon që fluturimet për vitin 2026 të arrijnë në rreth 4 milion udhëtar në vit, nga rreth 3.5 milion që ishin në vitin 2025. Për aeroportet të Shkupit dhe të Orit, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski vlerësoi se këto rezultate janë arritur pas afrimit të linjave dhe kompanive të reja ajrore, duke patur parasysh se Maqedonia e Veriut nuk ka dalë në det dhe aeroportet janë e vetmja port dalëse. Sipas tij kanë filluar bisedime direkte edhe me Arabinë Saudite për të vendosur transport ajror midis dy vendeve, gjë që do të zgjerojë dhe më tej rrjetin e fluturimeve për Maqedoninë e Veriut. Qeveria shqiptare ul me rreth 1% borxhin publik për vitin 2025. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave bën me dije se në vitin 2024 ky borxh ishte në 54.21% në raport me prodhimin e brendshëm bruto, ndërsa për vitin 2025 ai ishte 53.04%. Borxhi i brendshëm përbën 59.4% të totalit, ndërsa borxhi i jashtëm 40.6%. Pesha e borxhit në valutë të huaj ka rënë në rreth 40% nga rreth 42% që ishte më parë, duke reduktuar ekspozimin ndaj rrezikut valutor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Polaku ka kërkuar qytetarëve të tij të largohen më nga Irani. Donald Tusk paralajmëroi se mundësia e një konflikti të hapur është shumë reale. Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu. Brenda disa orësh, askush nuk do të jetë më në gjendje të garantojë mundësi evakuimi, paralajmëroi Tusk. Shtetet e Bashkuara po vendosin në lindjen e mesme një forcë të madhe sulmit detar dhe ajror, një dislokim masiv ushtarak që mund të përgatisë terrenin për një fushatë të rëndësishme sulmesh ndaj Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar disa herë Teheranin me ndërhyrje ushtarake nëse bisedimet aktuale nuk çojnë në një marrëveshje. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi se çdo sulm i ri i Shëbaz në Iranit do të kishte pasojë serioze. Ai bëri thirrje për përmbajtje për të gjetur një zgjidhje që i mundëson Iranit të ndjekë një program bërthamor paqësor. Intervista e Lavrovit me televizionin Al Arabia të Arabisë Saudite u transmetua një ditë pasi negociatorët amerikanë dhe iranianë zhvilluan bisedime indirekte në Gjenev për të parandaluar një krizë të re në rritje midis Washingtonit dhe Teheranit, shkruaj Reuters. Sipas Lavrov, Rusia mbetet në kontakt të ngushtë dhe të rregullt me udhëheqësit e Iranit dhe nuk ka arsye të dyshojë se Irani dëshiron sinqerisht ta zgjidhë këtë problem në bazë të respektimit të traktatit të mosprapjes bërthamore. Një gjykatë e Koreas së Jugut dënoi ish-presidentin Yoon Suk Yeol me burgim të përjetshëm. Shkaku bëshpallja prej tij e ligjit të luftës në dhjetor 2024. Ish-presidenti mund të apelojë vendimin. Prokurorët kishin kërkuar dënime vdekje për Yeon, dënimi maksimal i disponueshëm sipas ligjit të Koreas së Jugut për kryengritje. Vendimi i gjykatës së qarkut qendror në Seul shënon një moment të rëndësishëm në një nga gjyqjet politike në historinë e kohëve të fundit të vendit, pasi Korea e Jugut u zhyt në një krizë të rënd kushtetuese. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.